Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi prerazi se zgjedhjet e 11 majit 2025 nuk do të njihen kurrë nga opozita, duke cilësuar ato si një farsë të shumtuar elektorale. Në një deklaratë të rishtazi për mediat, Berisha akuzoi intelektual dhe analist publik si bashkëpunëtor në përpjekjen për të shitur shqiptarëve krimin si sukses elektoral, duke i rreshtuar ata sipasi për krah kryeministit Edi Rama. Ai kërkoi reflektim nga qytetarët, duke theksuar se vendi po përballet me një manipulim të hapur dhe të rrezikshëm të vullnetit të lirë. Ftoj qytetarët të shtrojnë pyetje vetes. A nuk është ky qëllim një akt i shëmtuar, me cilën sklever të krimit, intelektual kriminal, analist kriminal, të quajtur analist, po që s'kan asgjë të përbashkët me gazetarinë as dhe analizën, asgjë të vetë shpallur, kërkojnë të servirin qytetarëve sukses dhe kartelit si sukseset të zgjedhjeve? A përbën ky një krim të shëmtuar propagandistik? Pra, është koha të ndalemi, çdo qytetar shqiptar të analizojë propagandën e këtyre ditëve, se si një lloj si në diktaturë intelektual kriminal, që mbronin diktaturën dhe krimet e saj, sot prap, këta janë pseudo-intelektual, këta s'kan asgjë të përbashkët me intelektualin e vërtet, shërptor të interesit publik, këta njerëz të zhveshur nga çdo lloj morali, kërkojnë të servirin sukses qeveritar elektoral, kartelet e drogës dhe brutalitetin e tyre në zgjedhje. Farsat nuk fitohen kurrë nga opozita, theksoi kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, sipasi opozita ka zgjedhur një rrugë të dytë të qëndresës për votën e lirë të qytetarëve shqiptar. Nuk fitohet kurrë nga opozita të pyes veten, a është i gatshëm të sakrifikojë për votën e lirë? A është i gatshëm të angazhohet në një betejë për të rikthyer shqiptarëve të drejtën e votës lirë? Pra, çka ne kupton të gjitha përpjekjet, të gjitha sakrificat për ata që besojnë se kjo është një farsë, për ata që besojnë se me Edi Ramën nuk ka zgjedhje të lira dhe natyrisht largimi i Edi Ramës duhet të jetë qëllimi më madhor i shqiptarëve. Duke i quajtur këtë proces si një sfidë të drejtësisë dhe demokracisë, Berisha u shpreh se nuk do ta kishte nisur këtë betejë nëse nuk do të ishte i bindur në triumfin përfundimtar.